Të vështira e kanë vlerësuar provimin e gjuhës shqipe maturantët në Shkodër. Pjesën më të vështirë e patën në analizimin e këngëve të Milosaus, tregojnë ata. Ishte i lehtë fort se nuk e pritshim që më na ra këngët e Milosausit. Një ata këngët e Milosausit na prishin një fije punë. Provimi ishte i mirë, ishte në rregull, kishte një nivel mesatar, nuk ishte as shumë i vështirë, pas shumë i lehtë. Besoj se tonë maturantët janë ndonë. Provimi i mirë, e u kry me sukses. Besoj që t'ja rrimet, besoj që kena dalë mirë. Ishte pak nivelit mi mesatar me tonë drejtë, si ishte si e anglishtes, ishte pak më i vështirë se të patin kështu mu duk mu. Megjithëse kena bërë përgatitje gjana, po prapse neti më, ishte i vështirë. Fillim gjua shqipe ishte e bashkë, si me thonë, nuk ishte mbrana pritshmërive, kurse letërsia kishte një 2-3 pyetje që ishin pak me kleçk. Ndërkohë, procesin e vlerësojnë të rregullt. Këtë ishte menaxhuar si herën tjetër, edhe herën tjetër ishte proces shumë i rregullt. Këtë herë filluam në kohë, edhe po me kohë mjaftueshëm që janë bëhe sejt edhe të na pyetjet me alternativa edhe tjerë, kështu që Të gjë kanë në rregull. Orari fiks nuk na kanë leju me dalë më përpara. Besoj se është krejt në rregull me në rregullores. Po, orari ishte i rregull, testi ishte i rregull, përgjigjesit ishin në rregull, mësuesat në rregull, çdo gjë në rregull me pak fjalë. Po drejtë kam kanë të përgatitur për gjuhës, të përgatitur për matematikë, me rrallë gjana. Provimi na shkoi përgjithsisht mirë, kishte ata kleçkat e veta, po arritëm me i bota ana dhe inshallah dali mirë. 2 provimet e tjera zhvillohen në datën 17 dhe 24 qershor në lëndën e matematikës dhe i fundit është ai i lëndës me zgjedhje.